Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku ka qenë e pranishme këtë të njëjtë në inspektimin e nën stacionit elektrik Tirana 2. Balluku foli për humbjen e energjisë, për të cilën tha se mesatarja për të gjithë Republikën është ulur në 17%, por ka dhe raste kur kjo humbje është vetëm 4%. Ne gjithmonë kemi informuar publikun për sa i përket humbjeve teknike të OSHE-s, duke qenë se OSHE-ja është, le të themi, furnizuesi dhe duke qenë shpërndarësi, njerëzit padyshim e kanë shumë më të lartë interesin për OSHE-n dhe gjithmonë operatori i transmetimit është si diçka më e largët për ta. Por operatori i transmetimit është shtylla kurrizore e rrjetit ton energjetik. Dhe padyshim njerëzit tashmë e dinë shumë mirë që në vitin 2013 kur qeveria Rama mori punët për të drejtuar, humbjet në sistemin e shpërndarjes ishin 45%, ti vjen nga OSHE-ja. Pikërisht. Por nga ana tjetër, sot ne kemi arritur në 17%, është bërë një punë kolosale dhe 17% është një mesatar për gjithë Republikën. Pa harruar se kemi vende, për shembull siç është rasti i kombinatit, ku kemi 4% humbje, që janë nivelet europiane. Jemi në një nivel të kënaqshëm për sa i përket humbjeve. Në ndërkohë, unë e them gjithmonë në të gjitha takimet ndërkombëtare që ne kemi, që padyshim pjesa e operatorit transmetimit është pjesa më e rëndësishme që ka sistemi energjetik i një vendi, pasi është edhe ajo që na lidh me rajonin. Mëtej, ministrja deklaroi se volumet e transmetimit të energjisë në të gjithë rajonin janë rritur ndjeshëm.